Siç thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu laysa bainahu wa bain Allahi tarjuman." Se cilit Allahu një ka me I fol mes ti dhe Allahut nuk ka me pas përkthyes. E ka me na marrë Allahu se cilin mu edhe ti, hoxhën, edhe xhamatin, imamin, edhe xhamatin kejt. Se cilin për neve ka me marrë Rabbul Aleminin pyetje. Edhe ka me na nxjerr veprat tona, ato që na I kena bëm sheft, ato mashtrime, ato hile, ato tradhti, ato vjedhje, ato hajni, ato që janë konë shefta. E si ka marrë vesh kërkosh për njerëzve, edhe pse s'jetë sen pa u marrë vesh se sot në këtë dunja. Ama ti ke mendu se si ka pa kërkosh, si ka rezistu kërkosh. E ka me na nxjerë Allahu dhu Gjelal para nesh. E ka mi thonë, o robi jem, atë kujtohet ke moment. Atë kujtohet ke moment. S'mun është me thonë së më kujtohet. S'mun është me thonë se ku m'bo. Ka me në nxjerë para veprave tona, andaj pëndohoni sot krejt ju besimtar. Wa tubu ila Allahi ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pëndohoni krejt ju besimtar të Allahu, nëse doni të shpëtoni se pasha Allahu në madhë pa pendim, s'ka shpëtim. Hoq koft apo gjemat koft. Tubu ila Allahi gjemian ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun, se s'ka shpëtim pa pendim.